Sot në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është njoftuar se do të mbahet seanca gjyqësore paraprake, e cila do të vlerësojë dosjen hetimore që SPAK ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Kemi në lidhje direkte Anila Hoxhën. Të përshëndes Anila. A është mbajtur gjyqi ndërkohë? Përshëndetje, sikurse ishte bërë publike kalendari i gjykatës së posaçme antikorrupsion, seanca paraprake ka nisur prej orës 9 të mëngjesit dhe po vijon ende me dyer të mbyllura, por siç vjen me dije burime të pranishme në këtë proces gjyqësor, dy prokurorët e çështjes, Solzado dhe Altin Dumani, kanë vijuar me leximin e kërkesës para gjyqtares paraprake mbi rrethanat e hetimit e po ashtu edhe akuzat që i kanë dorëzuar gjykatës antikorrupsion ndaj 30 subjekteve, midis tyre edhe kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj, i dyshuar për korrupsion, pastrim parashe, po ashtu edhe futje të sendeve të ndaluara në burg, si dhe shpërdorim detyre, edhe po ashtu edhe akuzat ndaj bashkëshortes së tij, Ajola Xoxa dhe një serie biznesmenësh edhe ish deputetes. Nga ana tjetër, në akuzë, sikurse kanë lexuar prokurori Altin Dumani, janë edhe 12 subjekte tregtare të dyshuara kryesisht për veprën e pastrimit të parave. Prokurori Dumani ka kërkuar kalimin e kësaj dosjeje në gjykat duke certifikuar pra gjyqtarja paraprake zonja Tleva Deda hetimet paraprake të kryera nga prokurorët. Ndërkohë pritet që mbasi të përfundojë fjalën dhe kërkesën dhe mbasi të shurtohet kjo kërkesë e prokurisë posaçme të kenë prapësimet e tyre avokatët mbrojtës të 30 subjekteve në këtë dosje, të cilët do të shohim nëse gjatë kësaj seance me dyert mbyllura do të kenë kërkesa duke nisur, do të kenë apo jo kërkesa duke nisur nga kalimi i çështjes dhe kthimi pas përjetime apo kërkesa për pushim të çështjes, pra pushim gjyqësor të kësaj çështjeje. Ndërkohë, siç bëhet me dije, nuk ka ardhur dhe nuk është paraqitur kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në seancën paraprake, e po ashtu edhe një numër i lartë të dyshuarish, ndërsa u pa dhe kaloi pragun e gjykatës posaçme i akuzuari Elman Abule. Të gjithë pandeurit përfaqësohen nga avokatët mbrojtës, të cilët do të vazhdojnë me mbrojtjen dhe përfaqësimin e tyre në këtë seancë paraprake dhe më pas do të shohim nëse gjykata do të jetë apo jo në gjendje gjatë ditës të japë vendimin e saj për ta kaluar apo jo çështjen në gjykim themeli. Sidoqoftë, për shkak të numrit të lartë të pandeurve, pritet që të ketë një seancë maraton gjatë ditës sotme dhe natyrisht të mos ketë një vendim nga gjyqtarja Tleva Deda për kalimin apo jo të dosjes në gjykim themeli. Por sa ka siç vjen me dije burime pranë prokurisë posaçme, po ashtu ky informacion është konfirmuar dhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka depozituar një kërkesë përmes mbrojtjes pranë prokurisë posaçme dhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, pikërisht për të realizuar dhe për të mundësuar një takim me përfaqësuesit e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës, të cilët do të jenë në Shqipëri midis datave 17 dhe 19 nëntor 2025. Veliaj i thot në kërkesën e tij që Top Channel disponon se kjo vizitë zhvillohet në kuadër të misionit të monitorimit të Kongresit për respektimin e parimeve të demokracisë vendore dhe të qeverisjes së mirë në vendet anëtare të Këshillit të Evropës. Duke qenë se unë jam subjekt i interesit, shton më tej Erion Veliaj, të drejtë për drejtë në këtë proces monitorimi, kërkoj që përfaqësuesve të Kongresit të mundsohet takimi me mua në ambientet e JVP Durrës, ku aktualisht po mbahem. Nuk ka ende një përgjigje nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, po ashtu edhe nga SPAK, nëse do ta miratojnë apo jo vizitën e përfaqësuesve të Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës, i cili pritet të mbahet në ambientet ku Erion Veliaj vazhdon të jetë i paraburgosur dhe ndërkohë seanca ndaj tij po mbahet këtu në Tiranë si seancë paraprake. Nga ana tjetër unë kam kontaktuar me përfaqësues dhe ekipin mbrojtës Erion Veliaj duke i pyetur ata nëse kanë depozituar apo jo kërkesë në dy gjykata, në gjykatën antikorrupsion këtu në Tiranë dhe në gjykatën kushtetuese, por ndryshimin e masës së sigurisë, mbasi sikurse është folur nga përfaqësues dhe mbrojtës së kryebashkiakut, ata po bëhen gati për të draftuar pikërisht kërkesën e tyre për zbutjen e masës, mbasi gjykata kushtetuese në datën 3 nëntor certifikoi dhe urdhëroi që Erion Veliaj të kthehet në detyrë si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Deri në këtë moment ekipi mbrojtës i kryebashkiakut të Tiranës nuk ka depozituar ende as në gjykatën kushtetuese dhe as në gjykatën antikorrupsion kërkesën në fjalë, e cila sikurse mu tha zyrtarisht nga ekipi mbrojtës i kryebashkiakut të Tiranës po përgatitet ende dhe është çështje ditës për të dorëzuar sidomos në gjykatën kushtetuese. Linja për ju. Faleminderit Anila Hoxha.